Rritet çmimi në bursë, jam shumë dakord unë. 30% është rrit çmimi në bursë. Urit në Amerikë, 30% është shritur edhe në çdo vend është shritur 30%, në Turqi është shritur 30%, në Libi është shritur 30% çmimi i naftës. Por është tjetër gjë të rritet 30% kur e nis nga 800 lekësh dhe shkon 1100 lekë, dhe tjetër gjë të rritet 30% kur e nis nga 1900 lekësh dhe shkon 2400 lekë. Ne jemi vend që për nga standardi i jetesës jemi për nga fundi tabelës, për nga çmimi i naftës jemi në fillim tabelës. Rritet çmimi në bursë, jam shumë dakord unë. 30% është rrit çmimi në bursë. Urit në Amerikë, 30% është shritur edhe në çdo vend është shritur 30%, në Turqi është shritur 30%, në Libi është shritur 30% çmimi i naftës. Por është tjetër gjë të rritet 30% kur e nis nga 800 lekësh dhe shkon 1100 lekë, dhe tjetër gjë të rritet 30% kur e nis nga 1900 lekësh dhe shkon 2400 lekë. Ne jemi vend që për nga standardi i jetesës jemi për nga fundi tabelës, për nga çmimi i naftës jemi në fillim tabelës.